Federata Shqiptare e Mundjes organizoi për 2 ditë me radhë në Shkodër kampionatin kombëtar të mundjes për mosha U15 dhe U17 për 2 stilet, stili i lirë dhe stili klasik. Me sekretarin e përgjithshëm të Federatës Shqiptare të Mundjes Isam Merkja, i cili gjatë këtyre 2 ditëve ishte pothuajse në krye të çdo ndeshje. Ju pam që i vëzhguat për sa afërmi të gjitha takimet. Çfarë ju bëri përshtypje në këtë kampionat? Në këtë kampionat në bëri përshtypje pjesëmarrja e shumë sportive. Kjo tregon është një faktor plus në zhvillimin e sportit mundjes. Numri i konsiderueshëm i mirë i përfaqësuar nga ekipi i Vllaznisë. Aktiviteti ka shkuar shumë mirë. Në Shkodra në për moshat U15 pat një rezultat mirë, i cilët doli si ekip në vendin e dytë, Jonas Fitness vendi i parë dhe vendi i tretë ishte Tirana, flasim gjithmonë për grup moshat U15. Ndërsa për moshat U17 u rendit në vendin e Në moshat U17 u rendit Tirana vendi i parë, Jonas Fitness vendi i dytë dhe Teuta vendi i tretë. Ndërsa sot u zhvillua stili greko-romak, ku zhvillimi i aktivitetit shkoi shumë mirë, pjesëmarrja e Vllaznisë për herë të parë në stilin greko-romak ishte një pjesëmarrje shumë e mirë, ku renditi atë, mos gabom, në vendin e dytë për moshat U15 përsëri atë. Ne i urojmë suksese të gjithë kampionëve në këtë aktivitet të zhvilluar në Shkodër dhe i urojmë suksese të gjithë ekipeve, gjithashtu dhe ekipit të Vllaznisë për këtë organizim kaq mirë në qytetin e Shkodrës. Pikërisht për organizimin duhet të theksuar kjo gjë sepse pas kaq shumë vitesh Federata Shqiptare e Mundjes rikthen në Shkodër një veprimtari kombëtare dhe publiku siç e pat e ka pritur me entuziazëm, e ka pritur mjaft mirë, edhe veteranët e mundjes kishin atë nostalgji në kohës së tyre. Çka tregon se kjo përvojë pozitive mund të vijojë në vazhdimsi për të pasur Shkodra përsëri kampionatet. Ne shpresojmë që të zhvillojmë përsëri aktivitetet në qytetin e Shkodrës. Ky aktivitet që zhvillua sot tregoi që Shkodra mund të bëjë aktivitete të tjera në vitin e vijim. Ne urojmë që Shkodra të përmirësohet dhe të ngrejë një ekip goxha më të mirë dhe pse jo dhe herë tjetër të zhvillim në Shkodër përsëri. Mos të grup mosh tjetër në vërtetë të kalendarit të federatës. Krahas ndeshjeve emocionuese në tapet, një rol të rëndësishëm luajti edhe trupa gjykuese, gjyqtarët e kualifikuar nga kryeqyteti, por mes tyre ishte edhe një shkodran, një mundës veteran si Palmarku. Për ne është një kënaqësi që të kemi pranë gjyqtarisë një refer si Palmarku, edhe pse mosha e tij është goxha, kjo nuk do të thotë që ai nuk është në gjendje të arbitrojë, ai madje është goxha mirë dhe ne përgëzojmë atë që vazhdon akoma të japi për sportin e mundjes. Ne i themi qytetit Shkodrës pse ajo mos nxjerrë dhe ajo një gjyqtar tjetër siç është Palmarku. Në mbyllje, këto ishin garat e fundit të vitit 2025 apo Federata Shqiptare e Mundjes ka dhe kampionatin për moshat U20, gjithashtu dhe për moshat U9 dhe 12, ku fokusi kryesor është tek mosha U9 dhe 12, ku e cila promovon dhe stimulon dhe nxit fëmijët asaj grup moshe ta ndjejnë nga afër konkurrencën dhe emocionin e tapetit në aktivitete. Kjo është viti i parë që zhvillohet, është viti i parë që ka nisur në 2025 dhe ky është aktiviteti i tretë për këtë grup moshë brenda vitit. Shikohet një masivitet nga brezi i ri. Këtë shikojmë edhe në Shkodër, fëmijë që nga mosha 9-10 vjeçare, edhe kjo grup moshë është e pranishme shumë në palestër. Ka mendimin se edhe medalet e arta të fituara nga mundësit shqiptare në arenën ndërkombëtare kanë dhënë efektin e duhur pozitiv në mënyrë që ky sport të ketë më tepër zhvillim. Sigurisht ne i vlerësojmë çunat që kanë marrë medalje ari, bronzi dhe gold në kampionatet ndërkombëtare, siç është kampionati botror, kampionati evropian dhe lojrat olimpike, të cilët u morën 2 medalje bronzi nga Federata Shqiptare e Mundjes me sportistët tanë. Sigurisht këto medalje promovojnë dhe i bëjnë kurioz fëmijët që të arrijnë dhe ato për të marrë atë medalje apo të ushtruar sportin e mundjes. Zoti Merkja, faleminderit për intervistën dhe suksesin në vazhdimsi Federatës Shqiptare të Mundjes.
e cilën duhet theksuar është pararojë në sportin shqiptar. Faleminderit juve dhe urojmë gjithë mirë. Shpresojmë të shikohemi përsëri në Shkodër. Shpresojmë se jo.